Në bazë të nenit 30 të rregullores, ju bëjt njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Sot në rendin e ditës kemi pika e parë, miratimi i procedurbalit të seancës plenare të datës 12/9/2025, pika e dytë, njoftime, pika e tretë, projekt vendimi për zgjedhjen e zëvendës kryetarëve të kuvendit, pika e katërt, projekt vendimi për zgjedhjen e sekretariateve të byros së kuvendit dhe pika e pestë, projekt vendim për përbërjen e byros së kuvendit. Para se të fillojmë me rendin e ditës, ju informoj se 4 deputet nuk kanë mundur të jenë prezent në seancën plenare të datës 12 shtator 2025, ku është bërë betimi i deputetëve. Në bazë të nenit 4.4 rregullores kuvendit, deputetët që mungojnë në seancë kur kryhet betimi betohen në seancën më të parë në të cilën marrin pjesë. Unë do të lexoj formulën e betimit dhe pastaj emrat e 4 deputetëve me radhë. Secili deputet kur dëgjoj emrin të ngrihet në këmbë dhe të thotë fjalën betohem. Betohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputet i popullit në kuvend. Do të përfaqësoj denjësisht popullin, do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e dheut dhe mirëqenien e popullit tim. Albana Bokshi. Betohem. Fatmir Mediu. Betohem. Josefina Topalli. Nuk është prezent. Oert Bylykbashi. Betohem. Mirë, urime, punë të mbarë. Fillojmë me çështjen sipas rendit të ditës. Pika e parë është miratimi i procedurbalit të seanca plenare të datës 12 shtator 2025. Procedurbalit i keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje për procedurbalin? S'ka vërejtje, miratohet. Kalojmë tek pika e dytë, njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar 2 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave. Titujt e çështjeve depozituara e gjeni në sistemin në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Në bazë të nenit 15 të rregullores së kuvendit, ju njoftoj se deri tani rezulton se në kuvend janë krijuar 2 grupe parlamentare si mposhtë. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste me kryetar Zotin Tauland Balla dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike me kryetar Zotin Gazmend Bardhi. Gjithashtu ju njoftoj se në bazë të nenit 13 rregullores, pasi ka marrë mendimin e kryetarëve të grupeve parlamentare me urdhër numër 3, datë 15/9/2025, kam emëruar në Këshillin për Rregulloren mandatet dhe imunitetin deputetëve të mposhtëm. Në Këshillin për Rregulloren mandatet dhe imunitetin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste emërohen si antar të përhershëm Zoti Niko Peleshi, Zoti Tauland Balla, Zoti Ulsi Manja, Zoti Bledar Çuçi dhe Zoti Bledi Çomo. Ndërsa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike emërohen si antar të përhershëm Zoti Gazmend Bardhi, Zoti Oert Bylykbashi, Zonja Elda Hoti, Zoti Gent Strazimiri dhe Zoti Sajmir Koreshi. Në Këshillin për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste emërohen si antar zëvendësues deputetët Zonja Antoneta Dhima dhe Zoti Arkend Balla. Ndërsa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike emërohen si antar zëvendësues deputetët Zoti Ivi Kaso dhe Zonja Greta Bardeli. Gjithashtu ju njoftoj se në bazë të nenit 14 të rregullores, pasi ka marrë mendimin e kryetarëve të grupeve parlamentare, me urdhër numër 4, datë 15/9/2025, kam emëruar në Këshillin për Legjislacionin deputetët e mposhtëm. Në Këshillin për Legjislacionin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste emërohen antar të përhershëm deputetët Zoti Fatmir Xhafaj, Zoti Damian Gjiknuri, Zoti Olsi Komici, Zoti Erion Malaj dhe Zonja Aulona Bylykbashi. Ndërsa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike emërohen antar të përhershëm deputetët Zoti Ivi Kaso, Zoti Arjan Ndoi, Zoti Gjin Gjoni, Zonja Greta Bardeli dhe Zoti Blend Himçi. Në Këshillin për Legjislacionin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste emërohen antar zëvendësues deputetët
zoti Ani Dyrmishi dhe zonja Eriona Ismaili, ndërsa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike emërohen antarë zëvendësues deputetët zoti Aed Bylykbashi dhe zoti Gazmend Bardhi. Njoftoj të gjithë deputetët që janë jashtë grupeve parlamentare që duhet të depozitojnë në kuvent kërkesën e tyre për të marrë pjesë në një komision të përhershëm parlamentar dhe për pjesëmarrjen e tyre në një grup miqësie. Ju njoftoj gjithashtu se në kuvent është depozituar shkresa me numër 2417 fraksion 1 protokolli, datë 15/9/2025, nga një grup prej 30 deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të cilët duke vlerësuar rëndësinë dhe domosdoshmërinë për ndryshimin rregullore në kuvendit, propozojnë shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projekt vendimit për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166, datë 16/12/2004, për miratimin e rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar. Gjithashtu nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste është paraqitur shkresa me numër 2431 fraksion 1 protokolli, datë 15/9/2025, e cila propozon kërkesë për ndryshimin e rendit të ditës të seancës plenare të datës 16 shtator 2025 ora 10:00, duke përfshirë në rend ditet të kësaj seance plenare edhe projekt vendimin për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166, datë 16/12/2004, për miratimin e rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar. Për sa i përket kërkesës së parë, në mbështetje të nerit 28 të rregullores, kërkesa për procedurë të përshpejtuar paraqitet me shkrim të kryetarit i kuvendit, i cili ja njofton kuvendit në seancën plenare më të parë. Pas njoftimit të kryetarit, dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër, por jo më shumë se 10 minuta. Kryetari i kuvendit i paraqet kuvendit për votim projekt vendimi përkatës, ku përcaktohet data e shqyrtimit të projekt vendimit, struktura përgjegjëse që është Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, afate brenda të cilit mund të propozohen amendamente dhe data e shqyrtimit në seancë plenare. Kërkesa plotëson kriteret e parashikuara në nenin 28 të rregullores, e cila është paraqitur me shkrim, përmban në shkrimet përkatëse dhe është kërkuar nga më shumë se 1/5 e deputetëve. Siç e përmenda dhe më lart, në mbështetje të rregullores dëgjohet sipas dëshirës një folës pro dhe një folës kundër. Kush e do fjalën në emër të propozuesit? 5 minuta kohë në dispozicion. Zoti Balla. Pari, duke uruar të gjithë deputetëve punë të mbarë në këtë legjislaturë historike për Shqipërinë tonë përbashkët, një legjislaturë që do donin të gjithë, majtas, djathtas, të përmbyllej me antarësimin e plot Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sot është një ditë e rëndësishme dhe e bukur gjithashtu, ndërsa Shqipëria me hapjen e 4 kapitujve të tjerë shkon në 28 kapituj të hapur në marrëveshjen për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me angazhimin e plot të kësaj shumice, por dhe të kësaj pakice, shpresoj që t'i mbyllim kapitujt brenda Krishtlindjeve të vitit 2027 dhe për gjatë vitit 2028 të gjithë zbashku, të majt dhe djathtë tritan, se ti i ke harruar disa gjëra, të shkojmë në parlamentet e vendeve anëtare për të përmbyllur procesin e ratifikimit. Dhe ndërkohë të kemi bërë këtu plot detyra shtëpie që ndërlidhen tërësisht me këtë. Kjo mazhorancë do të propozojë në kuvend pas këtyre ndryshimeve rregullore, të cilat janë jetike për punën e përditshme të kuvendit, edhe çështje të tjera, përfshirë këtu dhe reformën zgjedhore që duhet ta fillojmë menjëherë, ku ndër shumë detyra shtëpie kemi edhe parashikimin në kodin zgjedhor të mënyrës së zgjedhjes së antarëve të Parlamentit Evropian. Të shpresojmë që nëse ecim me këtë ritëm, siç e tha sot komisionerja Marta Kos, ne mund të jemi gati për të çuar eurodeputetët e parë shqiptar në legjislaturën e re të Parlamentit Evropian
2034. Kthehemi tek propozimi. Ky nuk është një propozim i ri, por natyrshëm për herë të parë është depozituar i plot në formë, në përmbajtje dhe që ka të bëjë me një transformim të domosdoshëm të organizimit të Kuvendit të Shqipërisë sipas nevojës që ka sot Kuvendi dhe që ka sot